Nëse bankat nuk ju ulin provizione që qytetarët i paguajnë për shërbimet bankare, Banka Popullore do të ndërmerr masa për t'i ulur ose për t'i shfuqizuar, për të arritur nivelin e BE-s, për nga janë pjesa më e madhe e pronarëve të bankave maqedonase. Guvernatori i ri Trajko Slaveski, megjithëse fillimisht gjatë takimit me shoqatën bankare të Maqedonisë u drejtua bankave me ton të ëmbël dhe theksoi pritjet për bashkëpunim, pasi dëgjoi qëndrimin e shoqatës se nuk është aq e lehtë të ulen provizionet, ai haptazi kërcënohej me regulativ nëse në afat sa më të shkurtër nuk e rishikojnë nivelin e tarifave për kryerjen e pagesave për qytetarët dhe kompanitë dhe do t'i vendosin ato në nivel të arsyeshëm. Nisam prativ me i parametri. Ukazavме на меѓународни практики, ukazavме која би била користа од сето ова, но ukazavме и на нешто друго. Ако цените на електричната енергија, на природниот газ, на снабдувањето со вода, на телекомуникацијски услуги, како што кажав, се регулирани, така ќе бидат регулирани уште можеби од есен и цените на платежните услуги. Argumentet e guvernatorit janë se bankat janë ekstra fitimprurëse, tregojnë të dhënat për kthimin e kapitalit vetanak prej 20%, por nga shoqata bankare e Maqedonisë thonë se ndryshe është situata në BE e tjetër është tek ne. Знаеме дека ние имаме сериозни разходи во Македонија за кадрот во IT индустријата, сериозни разходи во делот на картичното работење кон странските провайдери и всушност затоа ние една од борбите се што можеме да правиме во Македонија, да го правиме во Македонија со сопствени ресурси, за да можеме да им обезбедиме на нашите клиенти по поволни цени. Megjithatë, Banka Popullore u ofroi bankave të ulë provizione që ato i paguajnë ndaj saj për përdorimin e sistemit MIPS, me shpresë se banka do të transferojnë këtë ulje te përdoruesit. Очекуваме и банките во најкусможен рок да ја ревидираат висината на наместоците за извршување на плаќањата за граѓаните. Nga shoqata bankare e Maqedonisë thonë se vendimet për nivelin e provizioneve merren individualisht nga çdo bankë dhe se ata nuk kanë mekanizëm për ulje kolektive të çmimeve. Shtojnë se procesi do të jetë i gjatë dhe se do të analizohen kostot para ndonjë ndryshimi eventual. Slaveski paralajmëroi bankat që as të mos mendojnë të merren vesh mes tyre për nivelin e provizioneve, sepse do të përballen me Komisionin Antimonopol.